falenderoj që klikuat këtë video. Një video e cila do ju tregoj si të krijojmë një maskë në kushte shtëpie. Në qoftë se maska do të përdoret një herë në javë, do të arrini rezultate fantastike. Mjaftojnë 2 produkte për të patur flokë me volum dhe për të zgjatur gjatësinë e flokut tuaj. Përpara se të ju tregoj si të përgatisni maskën, do ju tregoj disa këshilla bazë si të kujdeseni për flokët. Përdorimi i shampos pa sulfate. Çfarë është ky element kaq i dëmshëm? Sulfatet janë kripra të acidit sulfurik. Kur bashkëveprojnë me ujin, formojnë një shkumë të trashë. Këto janë disa nga llojet e sulfateve në shampo. Lauril sulfat formon një shkumë të trashë që me kalimin e kohës irriton lëkurën. Në shampo emërtohet si ALS. Sulfat natriumi dhe më i rrezikshmi formon një shkumë të qëndrueshme dhe në kontakt të zgjatur me lëkurën e kokës shkakton tharje apo djegje të skalpit. Emërtohet si SLS. Sulfat laureth, më pak irritues se SLS dhe ALS, por sërish jo i mirë për lëkurën. Në shampo emërtohet si ALS. Sulfat NVM, i njëjti sulfat natriumi, por më pak i rrezikshëm. Në qoftë se dëshironi të dini më shumë në lidhje me këtë pikë të videos, atëherë ju ftoj të komentoni poshtë videos pyetjen që keni. E rëndësishme është gjithashtu edhe pika numër 2, e cila është mbrojtja ndaj nxehtësisë. Siç e shihni në video, po ju tregoj një produkt pa sulfat që mbron deri në 230 gradë. Është e rëndësishme që për flokë të shëndetshëm të zgjidhni produkte që nuk kanë përbërës të rrezikshëm. Këto janë disa nga shumë këshillat për përkujdesjen e flokëve. Do ju tregoj përgjatë videos disa produkte me sulfate që ju sugjeroj t'i eliminoni. Pa humbur kohë do ju tregoj një maskë e cila ka veti të shkëlqyer në flokën tuaj. Ju duhen 2 produkte, veza dhe vaji i ullirit. Siç ja prezantova gjithashtu edhe në fillim të videos. Veza është sërish një produkt kyç si në videon e kaluar dhe në këtë video do të përdorim të verdhën e vezës. Vitamina D që ka veza ndihmon në rritjen e flokëve. Në një enë do të hedhim të verdhën e vezës, do të hedhim 1 lugë vaj ulliri dhe 100 gram ujë. Do t'i përziejmë së bashku që të formohet një maskë homogjene. Do ta vendosim në skalpin e kokës duke masazhuar për rreth 5 minuta. Do ta lini 15 minuta dhe do ta shpërlarni me larsin tuaj të zakonshëm. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Ju ftoj të bëni subscribe dhe të ndiqni zilën për të marrë njoftimin për video të tjera. Në video të tjera do ju tregoj më shumë këshilla për flokët, fytyrën dhe shëndetin tuaj. Mirupafshim!